Përshëndetje të nderuar miq. Temën që po bëj tani është e zgjedhur nga ju midis 4-5 temave në një anketë që nxora para disa ditësh. Në shumicë votimi ju zgjollët temën për Hashimoton. Shpesh unë do postoj gjithmonë anketat të tilla që t'jeni ju ato që do vendosni temat në shumicë se çfarë duhet të trajtojmë. Atëre besoj se ju kanë thënë shpesh që trupi juaj është çmendur dhe po sulmon veten. A jeni ulur para një mjeku që keni qenë e lodhur, keni shtuar pesh, keni qenë pa energji me flokët që ju bien gjithmonë më tepër, dhe në analizat që ai ju ka rekomanduar vjen përgjigja dhe diagnoza që ai ju thot: e nderuar, ju keni Hashimoto. Është një sëmundje autoimune e pashërueshme dhe duhet të pish këtë pilul çdo mëngjes për gjithë jetën. Unë jam Altin Joka dhe në këtë video do zbulojmë çfarë ndodh vërtet me këtë gjendër 15 gramshe që dirigjon të gjithë trupin dhe si mund ta kthejmë në jetë nëpërmjet mjekësisë naturopatike. Do t'i përgjigjemi dy pyetjeve mjaft të rëndësishme që askush nuk ka shpjeguar sakt. A është vërtet Hashimoto një sëmundje autoimune? Dhe e dyta, a mund të kurohet tiroidi Hashimoto? Ndaj më ndiqni në këtë video që mund të jetë pak e gjatë, por që mendoj që të jetë shtërruese. Unë bëj video të gjata dhe jo video të shkurtra thjesht për like. Le të themi një të vërtet troç dhe pa doreza. Në mjekësinë konvencionale, Hashimoto etiketohet si një sëmundje autoimune, por nga pikë vështrimi ose mund të themi nga koncepti naturopatik, ajo nuk është sëmundje autoimune. Hashimoto nuk është një sëmundje autoimune primare. Nuk është një gabim gjenetik kur trupi sulmon veten pa asnjë arsye. Sistemi juaj imunitar të nderuar është aq i përsosur dhe është krijuar në miliona vite, i krijuar nga Zoti dhe nuk ngrihet si nga gjumi me flokë të shpupurisura siç mund të gdhihemi ne, dhe vendos në atë çast që gdhihet nuk është din mirë të shkatroj tiroiden tuaj. Qelizat tuaja nuk janë të çmendura. Ato thjesht janë të hutuara, të helmuara dhe nuk janë programuar të vetë shkatrohen. Qoftë kanceri, autoimuniteti, pra këto sëmundje që thuhet, dhe hipotiroidizmi nuk janë çmenduri e sistemit, por janë si pasojë e një qelize të destabilizuar, të hutuar, të mbingarkuar me toksina, të mbingarkuar me sinjale dhe kanë humbur sinjalet dhe marrin sinjale kontradiktore dhe zhvillohen në një teren biologjik dhe pikërisht në një teren shumë të disbalancuar. Ajo që mjekësia e quan sulm autoimun, në fakt është një reagim mbrojtës dhe konfuzioni i sistemit imunitar për të lajmëruar që ti je para një problemi shumë të rëndë në trup. Imuniteti po lufton toksinat, viruset, bakteret të cilët janë të fshehura, dhe të cilët kanë një ngjashmëri me proteinat dhe bën gabimisht që të sulmoj edhe tiroiden. Për të kuptuar pse sëmuremi nga Hashimoto apo dhe nga gjendra tiroide, duhet kuptojmë se si funksionon kjo. Gjithë sistemi, pra gjithë gjendrat pra tiroidja është brenda sistemit endokrin, që është rrjeti komunikues i trupit. Ai nuk përdor tela për komunikim, po përdor mesazhe kimik të cilët quhen hormone. Këto hormone shënlëshohen në gjak dhe u tregojnë qelizave se çfarë duhet bëjnë kur të rriten, kur të ndalojnë rritjen, kur të flërnë, si të tresin ushqimin, si ta ulin temperaturën, sa energji duhet prodhuar e të tjera. Nëse trupi juaj do ishte një lloj makine, tiroidi është pedali gazit që jep gaz për të ecur sa më mirë dhe sa më shpejt dhe sa më konstante. Ajo është diligjentja e vetëm e metabolizmit qelizor. Dhe çdo qelizë në trupin tuaj, që nga fundi flokut, rënja dhe deri te gishtat e këmbëve tuaja, ka receptor që presin pikërisht sinjalin e tiroides. Çfarë bën saktësisht tiroidja në organizmin tuaj? Ajo rregullon temperaturën e trupit, ajo përcakton sa nxehtësi duhet prodhuar në qelizat tuaja, kontrollon ritmin e zemrës, të rrahurat e zemrës tepër ose pak, përcakton sa shpejt do qarkulloj gjaku, menaxhon djegjen e yndyrnave dhe të energjisë apo edhe të sheqerave duke përcaktuar edhe dhjamin që ne do të masim ose mbi peshën, drejton trurin dhe humorin ton të përditshëm,
të lidhur shpesh me serotoninën dhe dopaminën. Aktivizon tretjen, kontrollon gjithë lëvizshmërinë e peristaltikës zorëve që trupi të nxjerrë jashtë mbetjet dhe të funksionojë sa më mirë. E të tjera. Në mjekësinë holistike, alternative, naturopatike, nuk e shohim tiroidin thjesht si një fabrikë hormone siç thot mjekësia standarde. Ne e shohim atë si një urlise midis mjedisit tuaj, ku është futen brenda ushqimi, stresi, gjumi, toksinat, çdo gjë dhe qelizave në trup. Ajo është ura që komunikon. Është e vetmja gjendër që ka një magazin hormonale disamujore. Ajo punon në një sinkron perfekt me trurin, zemrën dhe sistemin riprodhues. Nëse ky dirigent lodhet që është tiroidja, dëmtohet ose i ndodhi diçka, gjithë orkestra ka për të krijuar një kaos muzike dhe muzika ka për dalë e papranueshme për çdo njeri. Por tiroidja nuk punon e vetme. Ajo është pjesë e një fasade ose e një cirku të sistemit endokrin, sepse çdo kush punon në sektor të ndryshëm dhe ngjan një cirku. Është një labirinth në fundit. Ka antena të ndjeshme dhe ka një ekip e cila nuk i merr vetë vendimet tiroidja. Ajo i bindet një zinxhiri të gjatë komande. Dhe komandanti i përgjithshëm është hipotalamusi, gjithçka fillon pikërisht atje. Është ai që mbledh që është në pjesën e qendrës së kokës tuaj, që merr tërë informacionet nga trupi në të gjithë ambientin tuaj. A keni ftohtë, a jeni stresuar, a keni ushqim mjaftueshëm apo ju hahet ushqim, a keni ndonjë lloj rreziku, dhe ai gjykon se ku ka nevojë për energji dhe dërgon një mesazh kimik nëpërmjet telefonit të quajtur TRH, telefon po e them unë, vartësit të tij kryesor që është drejtori i përgjithshëm. Gjendra hipofizës, që është poshtë hipotalamusit, një gjendër sa një kokër bizele. Ajo merr urdhrin nga komandanti dhe lëshon në gjak atë që ju e njihni të shëja në analizë. Pra hormoni stimulues i tiroides. Pra është një telefonat, urdhri që zbret poshtë dhe i thot tiroides, puno se na duhesh kjo ndihmë. Pra për të prodhuar nivele energjie. Tiroidja e merr këtë urdhër dhe fillon prodhimin. Ajo merr jodin nga gjaku dhe prodhon kryesisht hormonin T4 dhe pastaj një sasi të vogël të hormonit T3. Nga ana tjetër, në mëlçi, që është pjesa kryesore, aty ku mjekësia pothuajse nuk flet fare dhe mund të themi që ka dështuar. Tiroidja e hedh hormonin T4 në gjak, por trupi nuk e përdor dot ashtu. Ky hormon duhet të udhtojë nga mëlçia dhe nga zora, ku enzimat, duke përdorur selenin, heqin një molekul jodi dhe kthejnë atë në T3 aktiv. Vetëm ky T3 aktiv hyn brenda qelizës son të trupit dhe ndes gjithë centralet bërthamore ose energjetike që quhen mitokondri. Nga ana tjetër, gjendrat mbiveshkore, pra që janë mbi veshkat tuaj, qëndrojnë dy gjendra shumë të vogla, janë sistemi juaj i alarmit, ajo zila që u bie në mëngjes që u çon. Janë pjesë e komandës të gjithë sistemit endokrin ku është tiroidja. Ato kanë një lloj të drejtë të vetës, kur janë në stres, prodhojnë nivelet të kortizolit dhe adrenalinës. Kortizoli lart i thot komandantit të trurit, jemi në luftë, ndalo prodhimin, kështu zinxhiri i komandës ndërpritet dhe fillon një çakordim në trup. Çfarë do të thotë kjo gjithë për ju? Do të thotë që kur mjeku ju mat të shën në gjak, ai po mat vetëm linjën dhe bisedën telefonike që bën truri me tiroidin. Po ai nuk po mat sa hormone po prodhon fabrika T4. Dhe ç'është më e rëndësishme, ai nuk po mat nëse mëlçia juaj po e kthen këtë hormon në energji, pra në T3-shin. Pra ju mund të keni një TSH normale, por mund të jeni të raskapitur, ju bien flokët, jeni të mbushur me simptomat e Hashimoto's, sepse zinxhiri juaj i komandës është thyer dhe nuk funksionon. Pra hipotalamusi është komandanti, gjendra e hipofizës është drejtori, tiroidi është motori i energjisë, gjendra mbiveshkore janë zili i alarmit, po këtu hyn dhe pankreasi me insulinën dhe gjendrat seksuale. Pankreasi kontrollon insulinën dhe glukozën. Rezistenca ndaj insulinës, në qoftë se do ketë një gjë të tillë, do sjellë një inflamacion për tiroidin. Kur ne konsumojmë shumë sheqerna, brumra, pra ëmbëlsira, insulina rritet vazhdimisht dhe insulina lart stimulon direkt rritjen e antitrupave autoimun që këta i thuan, dhe që bën që indi tiroides të smallohet dhe të krijojë madje noduse në tiroide.
Mungesa e karburantit të këto qeliza, pa një balancim të insulinës, qelizat do fillojnë që nuk do ta thithin mik glukozën siç duhet. Dhe do ta ndiejë këtë energji tiroidja që transmetohet. Dhe kështu kalojmë në hipotiroidizëm. Për të kursyer jetën tuaj bëhet kjo. Këtë kanë menduar trupi, jo për të dëmtuar, sepse ai kujton se jeni në një periudhë vërtet të vështirë. Dhe po ashtu një rol të vështirë, të rëndësishëm kanë gjendrat seksuale. Dominanca e estrogenit, ku progesteroni ulen përgjithësi rritet niveli i estrogenit. Estrogeni tepër çfarë bën? Stimulon mëlçin të prodhojë më shumë TBG. Pra, globulinën që ne kemi, një protein që kap hormonet e tiroides, i burgos ato. Dhe çfarë keni? Ju mund të keni të 4 dhe të 3 mirë, po ato janë të bllokuara dhe nuk hyn dot në qelizë dhe u prap keni probleme. Nga ana tjetër progesteroni që është mbrojtësi, nxit enzimat të 4 dhe të 3 të kthehen në aktiv dhe të bëjnë që të ulet inflamacioni në sistemin ton. Po ashtu dhe gjendrat seksuale. Tek meshkujt testosteroni shumë i rëndësishëm, duke qenë i ulët, ka përshkaktuar stres dhe rezistencë ndaj insulinës. Do ngandalsohet metabolizmi, do fillojnë problemet e gjitha sistemit endokrin, do fillojnë dhe pastaj problemet edhe me peshën. Pra, një rregull që duhet ta mbani mend nga gjithë kjo sa thash deri tani. Kur nuk mund ta kuroni tiroiden miq, nëse nuk barazoni nivelin e insulinës, ta balanconi nëpërmjet ushqimit, dietës, elementeve të tjerë, estrogenin, progesteronin, shëndetin seksual, pra testikujt ose ovaret, mëlçin dhe problemin e zorës. Thjesht mjekësia konvencionale jep euthyrox, pra një hormon sintetik të 4, dhe haron pankreasin, mëlçin, zorën dhe elementet e tjerë. Tani kalojmë në një pikë të dytë. Pse gratë goditen 8 herë më tepër se sa burrat? Kjo është nga pyetjet kryesore. E para, gratë kanë disbalanca të estrogenit dhe jetoni një det të madh estrogenik. Por sot gratë më shumë se kur po bombardohen nga ksenoestrogenet. Estrogenet sintetike dhe të dëmshme, që vijnë nga plastika, nga kartoni, nga makijazhi, pesticidet, kozmetika që po e marrin në sasi të lartë. Këto helme bllokojnë funksionimin e tiroides dhe përçajnë sistemin endokrin dhe krijojnë toksicitetin e estrogenit dhe ulin dhe shtypin progesteronin. Kështu dëmtohet dhe fillon problemi me tiroiden. E dyta, gratë kalojnë një sturi të jashtëzakonshme fiziologjike, një tërmet metabolik siç është shtatzania apo koha e ciklit. Në momentin për të ruajtur fetusin, fillon dhe dëmton dhe marrin nivele të larta vitamina nga trupi. Dhe shpesh për të rikthyer në gjendjen e tyre destabiliteti hormonal që kanë kaluar to gratë, pas shtazanis jep probleme me tiroiden së zhgoditur. Elementi tjetër është kontraceptiv oral që po përdorin gratë për shtatzanin dhe aspekte të tjera që po marrin nivele të larta të suplementeve. Dhe duke marrë kontraceptiv ulet niveli i selenit dhe zingut. Tiroidja do shumë selen dhe do shumë zink dhe krijon një dëshpërim, nga dëshpërimi fillon një sëmundje. Në ana tjetër, elementi tjetër është ngarkesa emocionale dhe ankthi që kanë gratë. Gratë kanë më shumë emocione brenda vetes tyre, më shumë stres, janë më të prekshme nga kjo ide dhe kjo ndikon të gjithë boshtin midis hipofizës dhe gjendra mbiveshkore. Dhe gjendra mbiveshkore janë gjithmonë në alarm. Kjo do bëjë që sistemi endokrin të goditet si një amortizator nga gjendra mbiveshkore dhe të krijohen problemet me gjendrën tiroide ose Hashimoto. Tani, dhe të kalojmë në një pikë tjetër që mjekësia laboratorike ose mjekësia e injoron. Psikosomatika. Në mjekësinë holistike, psikosomatika është nga elementet kryesor, sepse është parë që njerëzit me tiroide, gratë, kanë shumë shtypje të emocioneve që vuajnë nga tiroidja. Kanë mos shprehje të zëmërimit, mbajnë dhimbje shumë brenda, emocionet. E kanë të vështirë të ruajnë ekuilibrin midis paqen me veten dhe paqen me familjen dhe paqen me shoqërinë. Në një herë, shpesh, duke sikur nuk kanë kohë kur për asgjë. Janë shumë në presion dhe duan të bëjnë gjëra sa më shpejt dhe duan të shërbejnë vetes para të shërbejnë të tjerë me fal para vetes tyre. Pra sakrifikojnë shumë. Dhe kjo ka përcjell një sulm në nivelin energjetik. Kjo është një zëmërim i kthyer nga vetja. Dhe i gjithë kjo, duke kaluar kufit, duke humbur disbalancat, do ketë një bllokim fizik, pikërisht në fyt të tiroidja. Kush janë shkaktarët kryesor të tjerë për problemet e tiroidës që ju duhet i ndiqni miq? E para është stresi. Kur jeni në stres hyni në një modalitet luftë gjendra mbiveshkore, janë alarmuesit tuaj.
rritja e kortizolit, që ju duhet ta masni kur të bëni një analizë. Shkaku dytë, armiqt e jodit, ato që quhen halogen. Jodi është karburanti kryesor i tiroides miq. Patë nuk ka as të 3, as të 4. Por sot jodi rivalizohet nga 3 halogen toksik që nuk përmenden fare. Çfarë? Uji ka klor dhe fluor. Dhe nga ana tjetër, bromi ndodhet tek brumrat, buka dhe te plastika. Këto quhen halogen të 3. Çfarë janë këta? Kur futen në gjak, ato janë një imitues dhe afrohen te tiroidja. E gënjejnë tiroiden dhe zën vendin e jodit sikur janë jodi. Dhe tiroidja fillon kujton sikur merr jod dhe dëmtohet. Dhe nuk prodhohet aq sa duhet. Ky është problemi i këtyre halogenëve. Shkaku tjetër janë toksinat dhe metalet të rënda. Kozmetika, pesticidet, plastika, mërkuri, plumbi e të tjerë, të cilët e bllokojnë sistemin e tiroides dhe sistemin endokrin. Një shkaktar tjetër miq janë infeksionet e fshehura që juve nuk i ndiqni në përgjithësi pa as laboratorët. Është virusi Epstein-Barr, që është shumë determinant, një virus shumë delikat, futet me vite, e komprometon gjithë sistemin imunitar, fillon fibromialgjia, fillojnë problemet me lupusin, sëmundje të tjera, artritje të tjera, dhe dyta keni kujdes, sepse komprometon dhe është një nga faktorët që të fillon me problemet me Hashimoton. Elementi dytë është helikobakteri. Elementi tjetër janë sëmundjet infeksionare të zorës. Një nga këto është jersina. Janë patologjen të tjerë që krijojnë konfuzion në sistemin imunitar, se në fund fare patologjenët të sjellin një konfuzion, destabilitet, disinformacion. Element tjetër është gluteni. Konsumimi i lartë i glutenit, glifosfati i cili ndodhet te shumica e drithrave, një pesticid i hellur të gjithë dritrat, te soja, te buka, te misri, te gruri, janë problem që krijojnë vrima në zorë, prishin barierën e zorës dhe pjesa të helmit toksinave dalin në gjak dhe nuk rrinë më në barierë. Dhe trupi shikon si armiq dhe nis luftimi, tu nis një luftim në trupin tuaj. Nga ana tjetër, mungesat e nutrientëve, kryesisht seleni, zinku, vitamina D, probleme me anemin ose ferritina ulët mund të jetë një nga arsyet kryesore, tham destabiliteti hormonal. Ilaçet e kortizonikët qetësuesit, sidomos të gjumit, e kthejnë në një ngjarje të mpirë nivelin e tiroides. Quhet kom funksionale për gjendën tiroide. Prandaj kjo kujdes kur I merrni këto ilaçe. Nga ana tjetër duhet ju vënë në vëmendjen tuaj, sepse në analiza që bëhen nuk vjet as jodi as seleni. Mendojeni jodin si një karburant të makinës dhe selenin është sistemi ftofjes së motorit që ta ftofi që mos ketë nxehtësi. Nëse japni tiroides vetëm jod pas selen, motori do mbixehet, sistemi imunitar do vërshoj të uli nivelin e antitrupave. Seleni jo vetëm që mbron tiroiden miq nga djegja, por është qelës që kthen hormonin pasiv të 4 në të 3 aktiv dhe që jep energji dhe jetë. Një paradoks I jodit është kjo, që mungesa e jodit ka përshkaktuar kompensim ose mund të themi zmadhim të gjendës tiroides. Pra një mungesë, një tepritje e jodit përsëri ka për të sjellë një reagim duke dëmtuar dhe duke sjellë një tjetër lloj tiroide, një variant tjetër të tiroides. Prandaj duhet vlerësuar jodi patjetër në analiza dhe seleni kur ta bëni. Kemi folur për jodin si një karburant tiroides, po këtu qëndron një sekret që mjekësia pothuajse nuk e thot fare. Jodi pas selen është si një zjarr që kemi ndezur në shtëpi dhe nuk e kemi ndezur në oxhak, po ndom dhe bëhet tym. Duhet një oxhak që të bëhet mirë. Çfarë do të thotë kjo? Kur tiroidja prodhon hormone, ky proces krijon disa mbetje toksike që quhen peroksid hidrogjeni, një lloj zjarri qelizor. Dhe është seleni vetëm element që ndërton një enzim të quajtur glutathion, antioksidanti më I fuqishëm I trupit tonë. Seleni e fik të zjarr, duke mbrojtur tiroiden tuaj nga djegja. Pra ku keni mungesë seleni, vetë jodi mund të kthehet në toksik. Mos kujtoni se keni jodin në rregull, por kthehet të toksik jodi. Kur merrni jod veç dhe nuk keni marrë selen, prandaj mjekësia naturopatike në përgjithësi I merr bashkarisht te kjo. Nga ana tjetër, çfarë analizash duhet të bëjmë? Pyet dikush. Të sh, të 3, të 4, anti-TPO, anti-TG, duhet bëhet eko e tiroides dhe duhet bërë patjetër seleni dhe jodi. Atëherë miq, kalojmë në një pyetje tjetër që është shumë e rëndësishme. A ekziston kurimi I Hashimotos apo I gjendrës tiroide? Po, por duhet të personalizohet. Ne nuk duhet të kurrojmë tiroiden si një organ të izoluar. Ne duhet të ndreqim izolimin e shtëpisë po kemi ftohtë. Jo të rrisim temperaturën e sobës.
izolimin e shtëpisë. Duhet të pastrojmë njëherë terrenin, duhet të gjejmë njëherë faktorët dhe shkaqet dhe duhet të luftojmë tek shkaqet. Shkaqet kanë për të bërë që të rregullohet tiroidja që nuk punon e izoluar. Si mund të bëhet kjo? Do t'ju them disa hapa të thjeshtë. E para njëherë bëhet detoksifikimi i thellë dhe problemi i pastrimit të antiparazitëve, në përgjithësi njerëzit që kanë parazitë që duhen të marrë edhe analiza për këtë. Fillohet me gurin vulkanik zeolit për të nxjerrë metalet e rënda. Përdoret fara e zezë që është një imunomodulator i shkëlqyer i sistemit imunitar dhe heq mërkurin, plumbin, lufton dhe bakteret. Vendoset vaj i rigonit, vendoset çaj i pelinit, çaj i lëkurës së shegët, farat e papas apo farat e kumullit për të bërë një pastrim të infeksioneve të shferuar dhe parazitëve. Kjo duhet parë një herë, do të shikuar që kemi kandida apo jo, dhe pastaj pasi shikojmë to, do fillojmë dietën e shërimit që quhet shërimi të zorës, dieta ose protokolli, më saktë protokolli GAPS. Protokolli GAPS është një dietë shumë terapeutike, e ndërtuar nga një doktoresh Natasha Campbell. Ajo krijoi një filozofi në një parim, shërimi i trupit, trurit dhe sistemit imunitar dhe çdo organi fillon nga zora. Dhe ajo e ndau në dy pjesë këtë. E ndau më pas të specializuar, qetësimi dhe mund të themi filozofia e saj ishte rregullimi i problemeve psikologjike, pra problemi i depresionit, ankthit, qetësisë mendore, që punonte kjo dietë, dhe pastaj në problemin e sindromës zorës së irrituar, problemeve të inflamacionit të zorës dembele etj. Pse lidhet dieta GAPS me Hashimoton? Sepse në mjekësinë holistike nuk mundet të pastrosh ose të fillosh problemet me Hashimoton për ta kuruar pa rregulluar problemin me zorën, me jashtëqitjen. Sepse është prishur bariera fillimisht, kur mukoza e zorës është dëmtuar nga ushqimet që u keni ngrënë, nga stresi, antibiotikët, nga jeta, janë hapur mikrovima në mure, është dëmtuar epiteli i zorëve. Kalimi i toksinave ka bërë që këto toksina të futen drejt për drejt në gjak, të krijojnë alarm sistemin imunitar, dhe sistemi imunitar i shikon si proteina pushtuese dhe krijon antitrupa. Te kjo dietë nderuar, duhet patjetër që të përjashtohet gluteni, sheqerat, vajrat industrial, duhet marrët më shumë asparag, avokato, panxar, brokoli, lakër brukseli, këto të zira brokolit, pra më mirë do ishte lëngje jeshile jetëdhënëse, kastravec, lakër, karot, proteina të mira si bishtajoret gatuara, rigoni, piperi, xhinxheri hudhur, pra erzat, sherebela dhe të tjerat. Përdorimi i yndyrnave të shëndetshme të kjo dietë. Pastaj futet te ky protokoll kërpudrat medicinale, si cordyceps apo reishi, chaga, kërpudra mikse, të cilat kanë parë që janë antiinflamatore dhe edukojnë gjithë sistemin tonë imunitar dhe bëjnë ndalimin dhe parandalimin e sulmit ndaj tiroides dhe rigjenerojnë problemet duke mbajtur gjallë, duke hequr gjallë atë problemin që mund të kemi me Hashimoton. Në ana tjetër duhen në fazë tjetër adaptogjenët kryesor për qetësim, si ashwagandha, rhodiola, shizandra, shtesa si aloe vera, ushqimet me seleng, me zink, me magnez, terapia e stresit dhe ritmit cirkadian, dalja e diellit në mëngjes sa çohesh, 20-30 minuta e para, që të rregullosh kortizolin dhe melatoninën, ritmin cirkadian, frymarrja vagale, që quhet është nga frymarrjet më të mira, merret frym rreth 4 sekonda, mbahet 7 sekonda, nxirret për 8 sekonda. Kjo është nga gjërat më të mira. Një tjetër është protokolli Wells, e një doktoreshe amerikane që luftoi sklerozën multiple. Nga një karrocë me rrota, ajo u çua në këmbë dhe bën sot biçikletë dhe bën jetën e saj. Edhe ky protokoll është marrë nga naturopatët, duke gëshetuar që nga protokollet më të mira, të kombinuara me shumë element për ta modifikuar. Shtyre miq, mos harroni, Hashimoto, hipertiroidizmi kërkojnë protokolle të personalizuara, të kombinuara në bazë të peshës, moshës, aktivitetit, gjendjes shëndetësore, problemeve gjenetike, sëmundjeve të tjera. Prandaj para se të fillohet një protokoll, konsultoni me një specialist naturopat dhe kryesore gjeni shkakun dhe mos luftoni pasojat. Trupi juaj është shumë inteligjent. Ai kur nuk do t'ju sulmoj. Ai thjesht po ju lutet që të hiqni toksinat, menaxhoni stresin, të jepni lëndët ushqyese dhe të rregulloni balancët. Kujdesuni për tiroiden, sepse ajo është në qoftë se ajo do jetë në ekuilibër, do të punojë trupi shumë herë më mirë pas një tmerr. Miq të nderuar, në qoftë se doni më tepër ndihmë për protokollet specializuara, ju e dini ku më gjeni në mesazhe apo tek Metra Pikal në aplikacion në WhatsApp. Ju uroj më të mirën, dritë sa më shumë, paqen jetën tuaj dhe Zoti ju ruajt. Faleminderit.